Sindikatat do të dalin në rrugë nëse qeveria nuk e plotëson kërkesën për rritjen e pagës minimale në 500 euro. Sindikatat po japin qeverisë një shans të ri për të ulur dhe për të gjetur një zgjidhje të përbashkët për pagën minimale, por nëse kjo nuk ndodh, ata paralajmërojnë protesta që do të ndodhin në fillim të prillit. Nuk do të jetë faji ynë apo i askujt tjetër nëse më 2 dhe 7 prill punëtorët shkojnë në protesta, sepse ne do të marrim një vendim të ri. Ne nuk do të jemi fajtor nëse dalim në rrugë dhe marrim një vendim para qeverisë dhe punëdhënësve, para atyre që nuk duan të na rrisin pagat. Nëse dikush mendon se 24.400 denar është paga e mjaftueshme për punëtorët në Maqedoni, si një pagë minimale nën të cilën nuk mund të paguhet asnjë pagë dhe paga më e ulët në rajon është 457 euro në Serbi, mendoj se do duhet të na ndezin autobuset dhe të na zhvendosin të gjithëve nga Maqedonia. Diçka që unë mendoj se duhet të na shqetësoj absolutisht të gjithëve, tha Slobodan Trendafilov, kryetar i lidhjes së sindikatës të Maqedonisë. Sipas ligjit, paga minimale duhet të rritet me 1.800 denar, pra do të jetë 24.400 denar dhe duhet të përcaktohet në gjysmën e dytë të marsit në Këshillin e Ardhshëm Ekonomik dhe Social.